Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazit të nderuar, ajo çfarë sonte desha të shpjegoj ka të bëj me një mirësi të Allahut dhe një qelës të shëndetit të trupit edhe të shpirtit njëkohësisht. Dhe ajo ka të bëj me gjumin. Gjumi është një mirësi shumë e madhe e Allahut subhanahu wa taala. Shumë njerëz mendojnë se gjumi është një humbje kohe. Thjesht vetëm flan, nuk arrin asgjë. Mirë, po kjo është gabim të mendohet kështu. Por në të vërtetë gjumi është një dhuratë hyjnore që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala me një sistem të përsosur që i nevojitet organizmit. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ja'alna nawmakum subata." Vetë ka potencu gjumin Allahu subhanahu wa taala. Thot dhe ne e bëm gjumin tuaj pushim. Suratul Naba ajeti 9. Shikoni këtë ajet, Allah nuk thot vetëm se gjumi është një gjendje e trupit, por e përshkruan si pushim edhe ndërprerje, një mëshirë që Allah subhanahu wa taala e rikoperon. Nëpërmjet gjumit, Allah subhanahu wa taala e ka dërguar gjumin që trupi mu rikoperu, apo mu fuqizu për ditën e ardhshme që do të vije dhe ti që do të punosh gjatë ditës. Gjumi është argument për fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu wa taala, dhe prej shenjave të tij. Thot është gjumi juaj natën edhe ditën. Gjumi juaj natën dhe ditën është prej shenjave të Allahut azza wa jall dhe prej argumenteve të Allahut azza wa jall. Njeriu gjatë gjumit humb kontrollin mbi trupin e tij. Domthon paramendoni në momentin kur ti flan, nuk din çka po ndodh me trupin tënd. Dhe për atë arsye, edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë me një hadith, është ngritur lapsi ndaj 3 njerëzve. Dhe një prej kategorive është edhe gjumi. Në gjumë nuk mirësh në llogari, nuk shkruan kiramën katibin, nuk shkruajnë me lajket që Allah subhanahu wa taala i ka potencuar. Po ashtu ai nuk e kontrollon zemrën me vetdije, po ashtu edhe frymarrjen. Subhanallahu, ti kur nuk je në gjumë, apo mund ta mbyllësh gojen, të rrish pa oksigjen, domethënë gjysmë minuti, 1 minutë, mirë, po gjatë gjumit ti nuk e kontrollon këtë. Thjesht zemra punon vetë me lehtë Allahut dhe po ashtu frymarrja punon pa e ditur ti fare. Ai është një krijesë e dobët që ka nevojë për pushim. Njeriu është krijesë e dobët që ka nevojë për pushim. Thot Allah subhanahu wa taala, Allah nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, i gjalli mbajt si çdo gjë, atë nuk e kap as kotja dhe as gjumi. Ky ajet është ajetul kursia. Secili prej nesh e dim, apo. Bukur, kjo është në aspektin e përgjithshëm me disa ajete kuranore që potencohet gjumi. Tani gjumi sipas mjekësisë moderne, shkenca moderne ka zbuluar se nuk është gjumi thjesht fikje e trupit. Është thjesht menal aty of edhe u krypuna. Jo, subhanallah, sa ndodhin kur njeriu flan. Gjatë gjumin ndodhin këto gjëra apo këto procese të jashtëzakonshme. Truri pastron mbeturinat metabolike. Forcohet kujtesa. Subhanallah. Ata njerëz që nuk flajnë kanë probleme me gjumë. Me kalimin e kohës, harresa kam ju fillu mi ardhë. Kanë me pos probleme me harres. Ndërsa gjumi është një prej shkaqeve që ta shton kujtesën. Normalisht gjumi natyral dhe do më thonë si që kanë potencuar do të thotë njohësit e kësaj fushe. Rregullohen hormonet. Dhe tani do ta trajtojmë se cilat hormone prishen kur ti nuk flen gjatë natës. Riparohen qelizat. Forcohet sistemi imunitar, që kjo është tani më i madh. Sistemi imunitar, imuniteti forcohet nëse ti flen natën. Dhe thot trupi përgatitet për ditën tjetër me lenin Allah subhanahu wa taala, nëse njeriu nuk flen mjaftueshëm, këto procese dëmtohen. Paramendo sa procese i ki gjatë gjumit. Ti nuk din kur çfarë ndodh. Mirë po, Allah e kalon gjumin natën, mu rikuperu trupi, dhe ti nesër kur qosh, mu ngrit, mu zgju i këfjall. Çfarë ndodh në tru tash gjatë gjumit? Truri nuk ndalon gjatë gjumit. Punon truni, subhanallah.
Edhe pse je duke fjetur ti, truni punon. Thot ai kalon disa faza të ndryshme. Gjumi ndahet, ata që e njohin këtë fush, në disa faza, gjumi jo rem, është lëvizje jo e shpejtë e syve, edhe faza, në këto faza, do thot në fazat e thella, zemra fillon mu nga dalsu. Dhe më thonë ka dale punon, që cot me një aspekt zemra. Thot presioni i gjakut, tensioni i gjakut, fillon mu ullë. Thot muskujt shlodhen. Dhe thot trupi fillon mu riparu për ditën e nesërme. Në këtë fazë lirohet një hormon shumë i rëndësishëm. Subhanallah, ti po flen, Allah e ka bot trupin që me kriju një hormon që quhet hormoni rritjes. E çka bën që ky hormon? Ti riparon indet. Ti ndërton ndërtimin e muskujve, forcimin e kockave, kockat, eshnat, sen, të forcohen. Dhe thot rigjenerimin e qelizave, prandaj gjumi i mirë është shumë i rëndësishëm, sidomos për fëmijët, por edhe për të rriturit. Fëmijët për shembull, bebat sa flen, 20 orë flen. Se kështu e kërkon trupi i tyre. Kjo ishte gjumi jo REM, ndërsa gjumi REM, thot lëvizja e shpejtë e syve, kjo është faza ku zakonisht shfaqen ëndrat vllazni. Është faza tjetër e gjumit ku shfaqen ëndrat. Në këtë fazë, çka bën truni? Truni i përpunon kujtimet gjatë ditës çka ki bo, apo a ka thonë Muhamedi alayhis salatu wassalam që ëndrat janë 3 lloje. E para është prej Allahut që t'jep myshde, Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet ëndrave. E dyta thot shejtani, më thonë nëse mundohet shejtani që me të lodh apo me të fut siklet gjatë ëndrës. Dhe e treta gjatë preokupimit ditor. Ti gjatë ditës çfarë ke bërë, çfarë ke qu mendjen, me çka je preokupu, kur të shkon me flajt ëndron ato gjëra që i ke bërë. Po ashtu një person që nuk fle mirë, shpesh i ka këto sene. Haresa ka me të fillu. Si mo është mend senet, subhanallah, nuk të kujtohen. E dyta, vështërsi në përqëndrim, nuk mush mu përqëndru. Koncentrimin nuk e ki nivel. Nervozizëm, je nervoz shumë. Edhe thot lodhje mendore. A peshini, subhanallah? Ndërsa, nëse ti rrin që deri në mëngjes, dhe pastaj flan, nuk i merr ato hormonet që she kalon Allah subhanahu wa taala natën. Hormonet që lidhen me gjumin. Subhanallah, çfarë mrekullie madhe Allah subhanahu wa taala ka bo me organizmin. Allah e ka krijuar trupin me një ekuilibër të jashtëzakonshëm. Melatonina është hormoni që sinjalizon trupin. Është koha për pushim. Vllazni, kur shkoni natën për të fjetur, dhe normalisht është errësirë, kjo errësira, që kjo nata, bëhet sebeb që çfarë? Mu taju një hormon që quhet melatonin. Që kjo melatonina ty ta shton gjumin. Ty ta nxit gjumin me flajt, vjen gjumi me flajt. Mirë po, melatonina e ka dhe dobi tjera në organizëm. Thot, me një aspekt dënë me thonë është koha për gjumë, koha për me pushu. Ajo prodhohet më shumë kur errësohet. Thot, për atë arsye, drita e fort natën, kompjuteri, laptopi, telefoni, televizori, gjitha këto gjëra nëpërmjet syrit që e merr këtë dritë e nal qëtë hormon. Edhe të hup gjumin. Të hup gjumin, nuk mish me flajt. Si ta qisish telefonin para se me fjet, hajt me telefonin po du me fjet. Ka raste caktore njerëz që edhe me telefon tuk qyr flajnë. Na po flasim në bazë të rregullave. Nëse don me flajt, ki problemet gjumit. Gjysmë ore para se me hinë gjumë, në shtrat telefonin heke, televizionin heke, nali dritat dhe bëje errësirë. Dhe truni e percepton që është koha e gjumit tash. Dhe tajot që kjo hormoni, që është i dobishëm për organizmin me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj shumë njerëz sot flen me telefon pranë vetes dhe habiten pse nuk kanë gjumë të mirë. Por normalisht se si tu i mor se bebe të vëlla.
Qite telefonin përpara, qite laptopin përpara, kompjuterin, televizionin, gjitha gjërat, dritat nuk i nal, edhe normalisht që te truni e percepton si lloj dite me një aspekt. Tani e kemi një hormon tjetër që quhet kortizoli, hormoni i zgjimit edhe i stresit. Kortizoli duhet të jetë më i lartë në mëngjes që njeriu mu zgju me energji. Subhanallah, shikoni, një hormon melatonin po të nëzit me flajt kur është errësira, po tajot. Allah e ka bo mu taju në organizmin tënd. Në anën tjetër, kur po bëhet drita, i qel dritaret, automatikisht që ajo dritë që po të vjen ty, Allah subhanahu wa taala e ka bo një hormon të posaçëm që mu taju që ky kortizoli. E që ky kortizol që ka të bën, t'jep gjallëri të jep, subhanallah. Dhe sa të qosh pak i ki problem, si të qosh mëngjes, a e ki pak fillës pastaj. Subhanallah. Kortizoli duhet jetë më i lartë mëngjes që njeriu zgjohet me energji. Por kur njeriu është vazhdimisht në stres, problemet familjare, frika, ankthi, presioni i madh, kortizoli mund të çrregullohet dhe të shkaktoj probleme me gjumin. Qërë tash? Qërë që lidhet kjo mesele? Nëse ka disbalans të hormoneve, e kush e bën që disbalancin? Kush e shkatron kush e shkatron atë balancimin e mirë, bën disbalans? Mos fjetja. Bukur. Në anën tjetër, problemet familjare, ankthet, depresionet, gjitha këto sene, këto e rritin kortizolin. Që ky kortizoli tash, çka po bën? Që ky kortizoli ta hek gjumin. Edhe ti ki probleme pastaj, probleme me gjumë. Që lidhen njëna me tjetrën. Është një neurotransmiter tjetër, komponent kimik, vllazni inshallah pi kuptoni, pak janë termi mjekësore, tash për shkak të fushës psikologjike që e kam, inshallah jeni duke i kuptu, po mundona mi thjeshtësu disa sene. Adenozina, presioni i gjumit. Sa më gjatë që njeriu qëndron zgjuar, aq më shumë grumbullohet që kjo adenozina në tru. Që kjo adenozina grumbullohet në tru. Edhe ajo i dërgon sinjal trunit, i kallëzon trunit, edhe i thot ke nevoj me flajt. I thot o tru, ki nevoj me flajt. Mirë. Qët adenozin që i kallëzon trunit dhe i thot i jep sinjal, i thot o ti trun, duhet me flajt. Që to e nal kafeina kafja. Nëse pini kafe para se me fjetë natën, atëherë qëtë adenozinën e ndal dhe nuk shkojnë informatat të këtruni me i tregu që është koha e gjumit. Dhe sëti qelish kapsal. Për shkak të kafës. Andaj, para se me fjetë, mas dite, largojnë i kafës. Largojnë i kafës. Nuk po themi mos me pjas një kafe të mjafton, por se gjatë ditës përdorne mirë, po jo pas dite, apo po themi pas ikindis e tutje, sepse mund të shkaktoj probleme. Udhëzimi pejgamberit a.s. për gjumin. Profeti a.s. e kishte një jetë ekuilibruese, dhe thot qka aj nuk e humte natën pa nevoj. Aj dini vllazni, a jemi na pasu synetit, Allah na mundsoft, më konë pasu synetit derin frymën e fundit, kur ta japim shpirtin melekul mautit, kur na merr, inshallah jemi prej pasuzve synetit. Dhe ne du t'jemi të parët që i praktikojmë fjalët e Muhamedit a.s. Allahu na fal, që pas namazit jacis, Muhamedi a.s. ka shku në gjumë. Përveç rasteve kur ka pas nevoj, ka pas ndonjë problematik të ummetit, janë mbledhur sahabet, kanë debatu. Kjo ndonjëherë nuk ka problem, por se jo me bo rutin vllazni. Sepse bie ndesh me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Profeti a.s. ka thënë, trupi yt ka të drejta mbi ty. Emanet e ki trupin. Emanet e ki trupin. Për atë arsye, kur i kemi trajtuar çështjen e feminizmit, që disa
kur thonë që dalin gjysmë lakuriq, që thonë trupi im. Po trupi yt është. Po këtë trup kush ta ka dhonë? Allahu Azza wa Jall ta ka dhonë. Kjo është emanet i Allahut Azza wa Jall. Ai ta ka kriju këtë trup. Dhe ti trupi yt ka të drejta mbi ty, ka thonë Resuli alayhi salatu wassalam, e transmeton hadithin Buhariu. Ky hadith është një parim i madh. Islami nuk kërkon që njeriu të dëmtoj trupin e tij, edhe adhurimi bëhet më i mirë kur trupi është i pushuar. Subhanallah, para mendoni vllazni, tash nese është koha e jacis vonë 10:30 derisa të kryhet 11, po flasim për kohën, për stinët e dimrit. Para mendoni në ora 6, në ora 7 ti me shku me flajt. Deri në 12, në ora 1 mu qu me fal namaz natë. Pastaj prap me flajt deri në mëngjes. A ke nevojë pastaj gjatë ditës me flajt? Flajt 15 minuta kailule, që quhet. Edhe mjafton këtë senet i bën Allah. Gjumi dhe lidhja me adhurimin. Një musliman nuk fle vetëm për rahati trupore, por edhe që të ketë fuqi për adhurim. I ku më ka lëzu një hoxh, Allah ruajt, filloj pak me shtu pesh. Edhe subhanallah, me njëherë e mori nga të zemrës çështjen e peshës, sepse i pengonte në adhurime. Të pengon në namazin e natës, të pengon në namazin e sabat, ma konkretisht me dalë në xhami. E gjitha këto gjëra bëhen të vështira ibadetet kur ti nuk e ki trupin ashtu siç duhet. Thot Allahu subhanahu wa taala, ata largohen nga shtretërit e tyre dhe i lutën Zotit të tyre me frikë edhe me shpresë. Suratu Sejdë ajeti 16. Këta janë njerëz që e din vlerën e natës, por gjithashtu din ta ruajnë edhe trupin. Gjumi nuk është luks vllazni. Nuk është luks gjumi. Gjumi është një emanet nga Allahu subhanahu wa taala, ai është shenjë e fuqisë së tij, mëshirë për trupin, ilaç për trupin, për trurin, mbrojtje për zemrën, ndihmë për adhurim. Gjitha këto gjëra i bën gjumi. Shkaqet e problemeve me gjumin. Pse njerëzit nuk flenë mirë? Shumica, çfarë thonë? Bilosh prej problematikave shumë të përhapura në dynjë, themi. Jo vetëm musliman. Dhe të kjafiran, përgjithësi, është problem shumë i madh mesin e njerëzve. Nuk mund të flatet. Zgjohem shumë herë gjatë natës. Fle, por zgjohem i lodhur. Thot, mendja ime nuk pushon fare. Kam pa gjumësi prej muajsh apo vitesh. Thot, sipas mjekësisë, problemet e gjumit janë ndër problemet më të përhapura siç tham. Por duhet ta kuptojmë se gjumi ndikohet nga shumë faktorë. Trupi, mendja, emocionet, mënyra jetesës dhe gjendja shpirtërore. Çrregullimi i ritmit natyror që Allah e ka vendosur, thot Allah subhanahu wa taala, dhe ne e bëm natën mbulesë. Suratu Nebe, e bëm natën mbulesë, ndërsa ditën për jetë edhe për punë. E bëm mbulesë natën, ndërsa ditën për punë edhe për jetë. Allah ka krijuar natën për pushim dhe ditën për aktivitet, por sot shumë njerëz e kanë përmbysur këtë sistem. Thot flan shumë vonë. Thot qëndrojnë deri në mesnatë me telefon. Punojnë natën pa nevojë, ekspozon ndaj dritës artificiale deri vonë. Lëshojnë dritat. Edhe nëse i lëshon dritat e merr telefonin, gjitha këto gjëra çfarë bëjnë vllazni? Çfarë ju bëjnë? Këto e ndalojnë tajimin e hormonit melatonin. Dhe kur nuk tajohet hormoni melatonin, ti ki pastaj probleme me gjumë. Bëj shkaqet mbrojtëse që të vije gjumi me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot trupi i njeriu ka një orë biologjike që quhet ritmi cirkadian. Ky ritëm kontrollon kohën kur trupi zgjohet. Thot kohën kur ndihesh i lodhur, temperaturën e trupit, prodhimin e hormoneve, kur ky ritëm çrregullohet, atëherë gjumi dëmtohet. Telefoni, interneti, drita blu. Një nga armiqt më të mëdhenj vllazni të gjumit. Sa janë të mira këto teknologji. Mirë, po janë edhe shumë të këqija për organizmin e njeriut. E sidomos për gjumin. Telefoni para gjumit shkakton disa probleme. E para, drita blu, që është nga telefoni, e mashtron trunin.
Qysh e mashtron trunin? Thot ditë është hala. Është ditë hala, sepse ai mbas të sy, se syt janë që i tregojnë trunit, apo nëpërmjet receptorëve i marrin ato gjërat e jashtme dhe i futin tek truni. E tani ky sy kur ta merr dritën, çka i thot trunit? Truni mashtrohet dhe thot është ende akoma ditë. Dhe dita Allah subhanahu wa taala ka krijuar për punë. Dhe për atë arsye ti nuk flan. Thot truni mendon ende është dritë. Thot dhe zvoglon prodhimin e melatoninës. Që kjo melatonina nuk ta jote zvoglon mirë dhe ti pastaj nuk mund të flesh hormonit gjumit. E dyta, përmbajtja që shohim telefon e mban trurin aktiv. Çfarë sa bukur. Momentin kur ti e merr, subhanallahu truni është mrekulli në vete, o vllaznin. Vallahi truni është mrekulli në vete. E merr për shembull sa je mirë duke fol me gruan, me fëmijët, ku e diun, edhe veç e merr telefonin e dëgjon një lajm. Të përzihet krejt. Lajme, debate, video, rrjete sociale, del në kafir aty të shon dinin Allah subhanahu wa taala. Apo she gjunohet mëdhaja. Sa je në ato momente i qetësuar, kur ta she para fjetjes, e merr telefonin dhe i lexon këto lajme, truri më njëherë aktivizohet. Dhe kur aktivizohet, është në gjendje alarmi dhe ty nuk na gjumi pastaj. Andaj duhet mi bësh shkaqet vllazni. Duhet mi bësh shkaqet me rujt veten me lenë Allah subhanahu wa taala. Truri nuk kalon lehtë në gjendje qetësie, sepse e mori goditjen e parë, e mori lajmin e keq. Vdiq filoni, apo u mbyt filoni, apo ku e diune gjunohet mëdhaja, sulmet e mëdhaja, gjitha këto gjëra truni me njerë ngritet në alarm. Prandaj nga suneti i pejgamberit alayhis salam është që njeriu ta mbyll ditën me qetësi, me dhikr dhe përgatitje për gjumë me lenë Allah subhanahu wa taala. Pikë tjetër është stresi dhe qetësimet. Një nga shkaqet më të mëdha të pagjumësisë është stresi. Kur njeriu ka shumë shqetësime, probleme ekonomike, s'ka porë shumë, po dhe ka vezvese, qa me botash, qysh ka me ushqy familjen, probleme familjare, probleme me gru, probleme me fmi, probleme me bab, me non, ka frikë për të ardhëmën, thot presion me punë, shefi keq, menagjeri i keq, apo ajo shoqëri koleg të këqi, gjitha këto ndikojnë të truni. Thot truri aktivizon sistemin e alarmit. Edhe rritet hormoni, cili hormon rritet vllazni? Kortizoli. Kur rritet kortizoli, që ky kortizol ty ta largon gjumin. E kur rritet, kur tajohet cili hormon? Melatonina, ai ta bjen gjumin. Kortizoli ka nevojë mu rrit në mëngjes apo gjatë ditës në suaza normale, jo të rritet te i mase sepse shkakton dëme. Apo kortizoli është i dobishëm kur është në nivele mesatare, i ekuilibruar, por kur qëndron i lartë për kohë të gjatë mund të sjellë vështirësi për të fjetur. Thot zgjime gjatë natës, lodhje, nervozizëm. Allahu subhanahu wa taala thot, vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Bën dhikr para se me fjet. Bën dhikr. Në psikiatra thënë pos dhikrit, nëse e sheh që nuk ke gjumë, atër merr diçka lexo. Gjatë leximit, qoftë Kur'anit apo dhe gjëra të tjera fetare, lexo, atër gradualisht me lejet Allahut, domethënë do të vije gjumi. Ky ajet tregon një realitet të madh, zemra e njeriu nuk gjen qetësi të plot pa lidhje me krijuesin. Ankthi dhe mendimet e tepërta. Disa njerëz kur shtrihen në shtrat fillojnë me mendu për të kaluarën. Ti sjell shejtani këtë senet. Për të ardhmen, çka ka më bo me mu? S'kom shtëpi, s'kom familje, s'kom kështu, s'kom ashtu. Jo i thash filonit kështu. Tulli far probleme shejtani që i gjen që njeriun e lodh. Dhe kjo e aktivizon trunin dhe pastaj truni duke punuar në gjendje alarmi, ti e ki problem pastaj me fjetë. Thot trupi është në shtrat, por mendja ende është në luftë, vllazni. Trupin e ki në shtrat, jetu flajt.
Mirë, po truni është duke luftu me të madhe. Ku do me fleti? Ku do me fleti? S'flesh, Allah. është duke bo një luft të madhe mrena. Ti vetëm fizikisht e ki qitë dorën në shtrat. Por se mrena shpirti është të luftu. Truni është të luftu. Ku ki me fleti? Për edhe arsye, do të me bo dhikër sa ma shumë. Në lexu Kur'an me bo dua tek Allah Azza wa Jall. Thot kjo është gjendje e hiperaktivizmit mendor. Në këto raste ndihmojnë përmendja Allahut. Çfarë ndihmon përmendja Allahut? Lutjet para gjumit, largimi nga stimulimet, rregullimi i rutinës. Profeti alayhi selam para gjumit çka ka bo? Ka lexu ajetul kursin. Thot pejgamberi alayhi selam, kush çdo që e lexon ajetul kursin, thot ajetul kursin, para se me vdek, para se me fjet. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgon një me lajke roje që të mbron deri në mëngjes. Edhe thot çfarë? Suratul Ikhlas, Felekin edhe Nasin, në më thoni dini ato për me i pështy pak, pështyrje të lehtë dhe me e bot 3 herë me prek trupin dhe bënte dhikret e gjumit. Kafeina edhe pijet stimuluese. Kafeina është pjesë e kafes tonë. Nuk po themi që nuk lejohet me e përdor kafen, por se duhet me e përdor me mos. Edhe si që tham, mos me përdor pas i kindis apo pas akshamit. Hitse heq pas akshamit, sepse ndikon tek gjumi. Shumë njerëz nuk e kuptojnë se kafja mund të ndikojnë në gjumë edhe disa orë pas pirjes. Kafeina e blokon adenozinën. Çka ke adenozina? Adenozina është një neurotransmiter që i thot trunit është koha për gjumë. Që ky neurotransmiter i thot trunit, i kallëzon trunit, i thot koha është për gjumë, o trun, bjerë në gjumë. E kafja që po bëj kallëzni? Qët adenozin po e ndalë. Dhe kur të ndalet adenozina, atër trupi është në gjendje, truni është në gjendje të ditës. Realisht është natë, sepse nuk e njeh. E mban trurin aktiv, kafja, e zvoglon ndjenjën e lodhjes, sidomos kafja pas dite, pijet energjike, çaj i fortë. Çaj i fortë që është çaj i rusit që e kemi na. Mund të shkaktoj pa gjumësi. Ushqimi edhe gjumi, edhe ushqimi ndikon në cilësinë e gjumit. Problemet mund të shkaktojnë ushqimet shumë të rënda natën, shumë sheqer me hongër, ngrënja shumë afër kohës gjumit, pak para se me flajt veç me hongër. Kur stomaku është i mbi ngarkuar, trupi nuk pushon si duhet. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam çka ka thonë, nuk ka mbushur biri Ademit enë më të keqe se barkun e tij. Nuk ka mbush enë më të keqe se sa stomakun e tij apo barkun e tij. I mjafton thotë robit që mi marr disa troç, disa grimca të vogla të bukës apo të ushqimit për me gjallë mjafton. Dhe thot, ai na ka mësuar ekuilibrin e ushqim, smundjet që ndikojnë në gjumë vllazni. Është apnea gjumit, ndërpritet pak sekondat, ndërpritet frymarrja. A keni pa për shembull kur të kraten disa gjatë gjumit? Më thu po des njëri subhanallahu. Pastaj zgjim, lodhje gjatë ditës, përgjumje, diabeti, mund shkaktoj edhe diabetin. Sheqeri i lartë në gjakt mund shkaktoj urinim të shpeshtë natën, etje, shqetësim, dhimbje kronike, gjitha këto gjëra, mëkatet dhe ndikimi shpirtëror. Muslimani beson se zemra dhe trupi janë të lidhura, mëkatet mund të ndikojnë në qetësinë e zemrës. Mëkatet, Ibn Qayyim ka thënë, lën errësirë në zemër, dobësi në trup dhe pengesë ndërmjet robit dhe Zotit të tij. Kur zemra është e rënduar, njeriu mund të humbë qetësinë. Gabimet e zakonshme që dëmtojnë gjumin. Që 30 minuta jemi, ja? Hoxha, po vazhdo sa të mutësh. Teme mirë është, hoxha. Kush vani këtu? Cilat janë ato gabime që dëmtojnë gjumin? Fjetja në orare të ndryshme çdo natë. Sot flesh në 10, nesër flesh në orat 1 të natës, mas nesër flesh në 12,
orari nuk është orari është i ndryshëm. Kjo nuk bën. Duhet më konë një orar i veçantë për me pas hajr në sistem, në trupin tënd. Qëndrimi i gjatë në telefon para gjumit. Mani në mend edhe njëherë. Fjetja në orare të ndryshme. Bëje një orar të posaçëm kur ki me flajt. E dyta, largoje telefonin para se me fjet. Largoje kafën para se me fjet. Mungesa aktivitetit fizik, mundohu me pas aktivitet fizik. Gjumi i gjatë ditës. Mendimet dhe debatet para gjumit. Nëse ki debate para gjumit, çka tham? Trurin veç ki me aktivizuti edhe s'ka me të lënë me flajt. Dhe mungesa e rutinës. Bukur. Çfarë ndodh trupit dhe shpirtit kur njeriu nuk flan mjaftueshëm? Do të flaj ma vonë, thot, do ta kompenzoj në fund javë, hajtë se sot kom punë, trupi mësot me pak gjumë, s'ka problem, apo kupton? Jo s'mësot trupi. Se trupi ka nevojë për gjumë, o vllazni. Ka nevojë për gjumë, 6 deri në 8 orë duhet me flajt trupi. Mungesa e gjumit ndikon qysh tam në tru edhe në kujtesë. Gjatë gjumit ndodhin procese të rëndësishme. Përpunimi i informacionit, ruajtja kujtimeve, pastrimi i mbetjeve, rregullimi i emocioneve. Gjitha këto sene janë prej gjumit. Andaj duhet me pas shumë kujdes në këtë pikë dhe çfarë duhet të bëjë njeriu që ka problem me gjumin? Islami na mëson një rregull të madh. Ti marrim shkaqet. Thot Allah subhanahu wa taala, dhe merrni masat tuaja të kujdesit, Suratun Nisa, ajeti 71. Pra muslimani nuk mjaftohet vetëm me lutje. E lut Allahun, e lut Allahun azza wa jall, por se i merr edhe shkaqet. Pa shkaqe nuk bën. Si ai personi që e la një pasuni rrugës dhe tha ju mbështet Allah, jo, tha shko tha fshefe me një anë, apo edhe pastaj mbështet ju Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot, nuk mjaftohet vetëm me lutje, por merr edhe shkaqe që Allah i ka krijuar. Rregullo orarin e gjumit vllajem, të flesh dhe të zgjohesh në të njëjtën kohë. Ku një natë flen ora 22:10, në natën tjetër flen 2, natën tjetër flen 12 natës. Kjo ta prish sistemin. Thot, përpiqu me pas orar të rregullt, zgjohesh afërsisht njëjtën kohë, edhe të mos flesh shumë gjatë ditës. Përgatitje trupin para gjumit. Zvoglo dritat në mbrëmje, nali dritat krejt. Nali dritat, një. E dyta, largo telefonin. E treta, shmang debatet. E katërta, mos shiko materiale që ta aktivizojnë trunin. Dhe e katërta, bëj një rutinë të qetë. Largo telefonin nga gjumi. Telefoni o problemi kryesor që nuk të merr gjumi para fjetjes. Nuk të merr gjumi. Sepse e ndalon apo e zvoglon tajimin e melatoninës. Edhe kryet puna. Të mos përdore telefoni 30 dhe 60 minuta para fjetjes. 1 orë para fjetjes ose gjysore. Të mos mbahet pranë kokës. Të shmangen rrjetet sociale para gjumit. Kujdesi po ashtu me ushqim dhe me pije. Kreti bëjmë qëto. Kreti bëjmë. Edhe mas ne po themi që po kemi probleme me gjumë. Po normal kemi pas probleme. Se shkaqet nuk jetu i marë. Mos e ngarko trupin me ushqime. Mos ha ushqime shumë të ronda. Shmang shumë sheqer natën. Mos pi kafe vonë. Pi ujtë mjaftueshëm gjatë ditës. Aktivitetin fizik bëje. Ekspozojnë ndaj dritës së diellit. Thot një këshill shumë e rëndësishme, merr dritë natyrale gjatë ditës, sidomos në mëngjes. Sepse drita e diellit ndihmon me rregullu melatoninën, ritmin cikardian, orën biologjike, trupi ka nevojë me dallu ditën aktivitet dhe natën pushim. E ti me këto gjëra jam shtjell trunit zdin mu aktivizu, kur mu pasivizu, po themi në thojza. Domethënë, koha është për me fjet, ndërsa ti jopish dritë trunit. Dhe kjo është përzierje e vetë natyrës së trunit. Kur duhet kërkuar ndihmë mjekësore, duhet konsultuar mjeku kur pagjumësia zgjat me muaj. Nëse me muaj i ki pagjumësinë, duhet me kërku ndihmë prej mjekut. Zgjohesh shpesh pa arsye. Ke gërhitje të fortë dhe ndërprerje frymarrje, ke përgjumje të madhe gjatë ditës, ke lodhje të vazhdueshme.
tani medikamentet apo ilaçet dhe suplementet. Disa njerëz përdorin me njerë qetësues ose ilaç i gjumit, duhet me pas kujdes. Vllazni, pse? Sepse shkakton varfshmëri. Lexiliuma, apaurina, ku e diune, këto që janë që i përdorin, edhe këto shkaktojnë varfshmëri. Mandej ta lyp organizmi. Po si pite, nuk merr gjumi. E duhet me pas kujdes. Thot nuk janë gjithmonë zgjidhje e parë ilaçi, mund të krijojë varësi. Duhet përdorur vetëm me këshill mjekësore, aq sa i ka caktuar mjeku me ton sa duhet mi përdor. Disa suplemente që janë melatonin, këto janë më të lehta, apo kupton? Do të thonë i pin suplemente, do të thonë melatonin, do të thonë pasi që ti po ke probleme me tajimin e melatoninit, atëherë i merr suplementet melatonin në formë të suplementeve, magnezium e dini, apo ato që qiten edhe në ujë që shkrihen, edhe ato janë të mirë, edhe ato janë të mira, dhe sunetet e profetit para gjumit, marrja abdestit, pejgamberi sa kur shkon në shtrat ka thonë, shtratin të merr abdest sikur se merr për namaz, lexoj ajetul kursin, lexoj suret mbrojtëse që shtam felekin nasin, pastaj dhikrin para gjumit, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mos fli me zemër të mbushur me urrëtie, bëni halal muslimanëve. Heqe urrëtien, zilin, armiqsin, mendimin e tepërt dhe fjalë nga dietarët. Ibn Qayyim el-Jauziu ka folur për rëndësinë e ekuilibrit mes trupit dhe shpirtit, thot ai ka sqaruar se trupi ka nevoja edhe ato, dhe kur ato neglizhohen dobësohet fuqia në adhurim. Duhet të kesh ushqim të matur, gjumë të rregullt e kështu me radhë, dhe një program praktik për një gjumë më të mirë, dhe po e përfundojmë inshallahu taala gjatë ditës ecje ose aktivitet fizik, ekspozim në diell, me dalë para diellit, ushqim të moderuar, mesatar, në mbrëmje, darkën e lehtë, largim nga telefoni, dhikri mbrëmjes, para gjumit, abdest, ajetul kursi, suratul Felek edhe Nas, Ikhlasi, Felek e Nasin, dua, fjetja në anën e djathtë, dhe për fund, le të mos e shpërdorojmë këtë mirësi, le të kujdesemi për trupin ton, sepse është emanet Allahu që na ka dhënë, dhe thot, dhe në fund përfundojmë me lutjen, o Allah, të kërkojmë shëndet në trupat tonë, qetësi në zemrat tona dhe bereqet në jetët tona. Allahu na dhënë gjumë të dobishëm dhe të rahatshëm, shëndet të mirë, dhe na bëft prej robërve që përdorin fuqinë e tyre në bindje, në ibadete ndaj tij. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Allah Hiç e ke gjatë për a ke knat. Allah të shpërbleft agja për këtë ligjerat shumë mirë përkollueshme. Vazhdojnë ana me pyetje, inshallah, na i thojmë xhamatit ata që ka dhënë selam. I thojmë wa aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh.